Një pik në Kuçov, një pik në transfertën më të vështirë të grupit të Jugut në kategorinë e dytë, një pik kundër ndjekësit direkt, e për Partizanin e këtyre kohëve mund të konsiderohet edhe fitore. Pikërisht kështu, ruhet vendi i parë dhe ajo pika e çmuar e avantazhit që në fund ndan fituesin nga humbsi. Përpara 4.000 tifozësh vendas të kuq nuk kanë lëshuar në asnjë moment, duke përdorur kundër sulmin si armën kryesore, duke parashikuar edhe hapjen e kuçovarëve në kërkim të fitores. Ky sistem loje i Mustës ka qenë efikas pasi 2 herë Partizani ka shkuar fare pranë golit. Naftëtari vuan shumë shpejtësinë e daljes përpara të kryeqytetasve dhe kjo i pengon edhe idetë të tyre ofensive. Sinjalin më të rrezikshëm kuçovarët e kanë dhënë me Gegën në minutën e 41. Një ndeshje e luftuar në fushë, por që rrezikon të përmbahet termit, ku në përfundim të pjesës parë futbollistët janë përfshirë në konflikt me protagonist tetën, objekti i sharjeve në korë nga tifozeria vendase. Është dashur ndërhyrja e forcave policore për të rikthyer qetësinë. Naftëtari ka qenë më bindës në 45 minutat e dyta, ndërsa rastet më të mira kuçovarët i kanë patur me Koroveshin në minutën e 60, por mund të ndëshkoheshin nga Partizani në minutën e 2.